Unë kam detyrë të mbroj ideën tim. Problemet e qeverisë këtu i zgjidh vetë populli shqiptar. Do të jetë ajo lloj qeverisje apo do të jetë një lloj qeverisje tjetër? Dhe shpesh ne mbetemi vetëm tek Shqipëria, i nderuar gazetar, po ishte gjysma e këtij rruzulli që kishte zgjedhur atë sistem. E para. E dyta, nuk ishim ne që vendosim, se shpesh thonë vendosi Enver Hoxha, po kush e pyeste? Kush e vendosi? Po vendosën fuqitë e mëdha. Të them vetëm një detaj. Si fuqitë e mëdha, CIA synon të rrezonte Enver Hoxhën dhe të po sepse ishte vendosur atëherë, këtu nëse doni t'ja u them edhe detajet e tjera. U vendos dhe ndarja shpesh thonë jarta. Jo, ndarja nuk është vendosur në jartë, është vendosur që në maj të 44-s. Ka një udhëtim direkt të Churchillit, një takim sekret të Churchillit, po njerëzit sigurisht dëgjojnë një llafë dhe ata e përdorin pa e lexuar gjikundi, pa e ditur dhe pa e mbështetur dhe pa argumentuar me prova asgjikundi. Në maj të 44-s, vazhdonte ende se në maj të 45-s hyn trupat aleate në Berlin. Në maj të 44-s sigurisht strategët ushtarak e kishin parashikuar, do në fundin e luftës do të ishte i shpejt, Gjermania do të shkatrohej nga goditjet nga të gjitha anti-aleatëve, antifashist. Dhe Churchilli merr një fluturim sekret dhe mbrin në Moskë. Në atë kohë kanë ftuar dhe presidentin amerikan, çuditërisht ai nuk ka vajtur, dhe sot nga Roosevelt. Po, nuk del, pse nuk shkoi? Thuhet që ngarkoi ambasadorin amerikan në Moskë, që të merrte pjesë si palë në këtë takim. Po as ai nuk shkoi. Pse nuk e sqaroi? Probleme kështu që ishe paralizuar. Po. Ishe paralizuar. Dhe në biseda aty me Stalinin, Churchilli e thot shumë bukur, ka pasur penë të mirë Churchilli, do të thënë siç është. Jo më kohë i kanë dhënë çmimin Nobel. Po. Dhe e përshkruan momentin kur i thot, i propozon Stalinit për ndarjen. Është shkruar kjo. Jo vetëm kaq, po gjendet edhe prova materiale. Cila është prova materiale shumë interesante. I thot, lufta po shkon drejt fundit. E thot Churchilli thot që do të gjeja momentin më të përshtatshëm që unë t'ja propozoja Stalinin idenë për ndarjen e Europës. I thot, lufta shkon drejt fundit. Ne jemi fitimtarët. I thot, po sikur ne të bëjmë një ndarje fitimtarët thot me të tjerë. Dhe thot, unë shkrova, ka marrë një format atë 4 si që keni ju ka palosur, e palosa do të denë, po më shqiti shkruaj ta. Fillova të shkruaj. Poland, veriu, 100% ist, lindje. Zbresi më poshtë, vete ka Austria. Në Austri sa ishin futur, kishin vluar të futeshin në divizionet sovjetike. Dhe po ishin krijuar komitetet e partive e tjera në ato zona që ishin futur ato. Austria, W, West, perëndim. Zbret më poshtë. Venka Jugoslavia, 50% ist, 50% West. Do të thënë Jugoslavia do të ishte në një influencë të dy anshme, dhe të perëndimit dhe të lindjes. Kaloi nga Greqia. Greqia po thuaj 90% e territoreve ishte në kontroll e Partisë Komuniste Greke, ishin çliruar të tëra. Ishin çliruar në atë kohë në maj të 44. Po, ishin në kontrollin e AMI të gjitha. Po thuaj, kishin mbetur zona Atinës dhe Pireut pak. Po. Ai thot, sepse anglezët kishin interesa historike prej kohësh me Greqinë, megjithëse ishte në të majtën, si thua që thot 90% West, perëndim, dhe 10% Ist. Dhe po të shikosh historinë e Greqisë, ajo Partia Komuniste gjithë jetën atje në Greqi, vetëm 10% ka marrë. Po. Sa bukur. Po Shqipëria u harua. Dhe të nesërmen, prandaj flasin, të nesërmen i ka thënë sekretarit i që fatmirësisht ka pas qenë dhe në Shqipëri gjatë luftës, ka disa personazhe të çuditshëm që kanë qenë. Po Shqipërinë i thënë. I tha po Shqipërinë? Jo, se ta po Shqipëri tha ne harruam një vend, thotë çështje. Jo, i tham të gjitha thaj. Po e bukur është, më fal të ta mbaroj atë. Mbasi mbaroi këtë dhe thotë e palosa letrën thotë ai Churchilli dhe në tavolinë të rrumbullak si çishin ata. Rreth asaj tha ja hoda. Ajo mbeti thotë për çudimin në mes nuk mbriti atje. Ra një heshtje thotë. Dhe gjithë po shikonin copën e letrës, dhe çfarë ishte shkruar atje. Dhe kohët mbas pak asaj e heshtje thotë gati 1 minutë, sekretari i Stalinit u ngrit e mori dhe ja dha Stalin ai e hapi. Dhe me një laps, më kështu e thotë, të trash blu, pash të që filloj të bënte kraba. Okej. Dhe në fund u ngriti kokën dhe tha, da, harasho. Po, në rregull. U vendos. E di çfarë i ka thënë, tani ti kthejmë përgjigje asaj që thatë ju. Jo, prit atë që harrove Shqipërinë.
Po dalu do ta themi edhe atë, se kjo është akoma do ta themi edhe atë. I thotë ajo i thotë po a nuk të duket ironike, i thotë tani vetë Churchilli që kishte shkruar ato, i thotë a nuk të duket ironike, thotë dhe cinike pak, thotë që ne me një të rënd të lapsit caktuan fatet e këtyre popujve? Jo, i thotë Stalini, sepse ne derdhëm gjakun, thotë të madh. Dhe sovjetikët derdhën ka 20 milion të vrarë, 25 dion. Tamam, është 22, ajo, pa të themi 20 milion të vrarë. Nga 50. 20 janë. 8 milion janë Gjerman, dhe pas të janë nga ta tjerë, popujt e tjerë. Thotë, ne derdhëm gjakun, thotë, dhe sigurisht në atakon, thotë ashtu. Pra, fati u vendos atje. Po, tjetër bashkë me fuqit e mëdha, po çfarë mund të vendosë se flasim kështu Enver Hoxha me 800.000 banor ishte në 44 në nëndor 900.000, s'kishe 1 milion, vishte vendi më i varë, po ç'vendos për këta thonë, pse se po a futen dot në terren, në kontekstin historik të ngjarjeve, po ç'ishte, po ti s'kishe pushk, më dha 2 pushk që ti dha, mezi i more 2 nga italianët e kapitulluar, 2 t'i jepnin anglezët. Dhe çfarë i tha Churchilli? I tha, jo, i tham të gjitha, jo, i thot ai sekretari i tij, nuk i tham të gjitha. Me error një. Po, ka Shqipërinë. O, shikoj si i thot ai. Si e vendosën për Jugosllavinë? 50-50. Po. And Albania. Dhe Shqipëria. Under Jugoslavia. Në Jugosllavinë. 50-50. Tani shpjegojnë shumë gjëra. Pse ti tua filloi ekonominë e përbashkët, armatat, doganat, monedat, e tëra mera, sepse kishte një mbështetje. Dhe e di që i thotë Stalini për këtë? Titos? Prandaj gjërat, historia nuk bëhet, më tha gjyshja, më tha duhet dokumentat. Po jo, po kështu se shpesh thonë, ore mua më ka të gjyshim. Po ç'ishte gjyshim? Të mos them për gjyshim. Po një njeri pak pa shkollë, ishte me 4 klasë, s'kishte lexuar, se dinte zhvillimet globale të tëra. Po si dinte? Tani unë citoj atë. Shiko çfarë thot tani. Unë do t'i them një gjë, Edhe vetë Stalini, ky është Churchilli. Edhe Stalini ka rënë dakord me këtë plotësisht. Ka rënë dakord? Pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Dhe shiko çfarë gjë që është çfarë bën interesante fakti. Në takimin që ka pasur, se ne njohim takimet e Stalinit me Enver Hoxhën. Po, Stalini është takuar. Po, Stalini është takuar me Tito, i dim ato se çfarë ka biseduar? Do të them njërin prej tyre. Po. Në takimet që ka vajtur i dyti ose i treti, nuk jam i saktë në këtë, po në takimin e dytë, në takimin e tretë, Stalini ka qenë gjithmonë i shoqëruar nga ideologu politik i lidhjes të komunistëve jugoslav, Milovan Gjilas. Ai që ka shkruar një libër. Ai u dënuan pas dhe ai mbas jeku ka bërë një libër dhe totalitarizmi. Libri është shumë interesant sepse sjell fakte historike për ne, të rëndësishme. Dhe ai thot, on takimin e dytë më ndje tani, në të tretin, ishte me Stalinin, edhe këtu kishin ndodhur disa ngjarje. Edhe të konflikteve me paka shumë të nëndheshme me Jugosllavinë, dhe Stalini e pyet, duke që kishte bërë biseda edhe përpara, thot Gjilasi, pyet Titon, ore çfarë po bëni me atë Shqipërinë ju? I thot se shikojmë ca ngjarje, thot atje, thot që ne kemi biseduar, thot. Po thot ja, thot, po i hedhim hapat, i thot Titua. I hedhim hapat? Po i hedhim hapat. I thot çfarë, thot, lëvizni më shpejt, dhe Stalini në këtë kohë, ngriti dorën me pëllëm nga qielli dhe ta gëlltiteni, thot. Hajnë, Shqipërinë. Gëlltiteni me një lërë tani në hapat. Do me thënë, në këtë çështje ata bashkarisht, edhe Stalini dhe Churchilli, siç e kishin vendosur, i qëndrojnë atë. Zoti kur u zon ato. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Po na ka dashur Zoti. Po patjetër. Dhe ndodhi ajo që ndodhi dhe qëndrimi sovjetik ndryshoi. Në këtë rast përfitoi Enver Hoxha. Përfitoi sepse ishte duke shkuar, për shembull, ata kanë votuar tek Borba në atë kohë, në kulmin e zyrtare. E di të them një gjë tjetër se flasim për jo po kush e vrau këtë, kush e vrau atë. U futëm në një temë që po të them, njerëzit duhet lexojnë dhe duhet ashtu. Ç'është e zezë, është e zezë, ç'është e bardhë, është e bardhë. Ç'është kënd të Borba? Çi takon? Po, në kulmin e konflikteve, atëherë janë shkruar disa marrëveshje dhe njohësi më i mirë i fushës ekonomisë ka qenë Nako Spiro. Po. Disa marrëveshje nuk u shkruajnë Enver Hoxha ku ka vajtur në vizitën e parë. Pse le të merren historian se nuk kanë shkruar dhe çfarë ashtu ka ndodhur. Në fund në 48-ën kur ata
donin ta hithin hapin e madh, siç i thot ai gëlltitni, ta po ta gëlltisni. I ndodhur ngushtë sepse do të ekspozojë fare qartë Nako Spiro ka ngelur ngushtë. Jugosllavi thonë në shkrue. E di çka botuar gazeta Borba. Çka ka shkruar? Thot një letër të Nako Spiro që i dërgonte Titos. Wow. Në intimitet. Thot, bëjmë gjithë ç'është e mundur ju thotë dhe ne bashkë për ta vrarë atë thotë. Për këtë vrarë. Po e merroç këto fliste. Ç'a thua? Sepse ai është pengesa kryesore për këtë bashkim që ne Nako kërkojmë. Spiro O po tani i thoshte, do të thënë i thoshte Titos po. në letër që Po. bëj çmos që të vrasë Veroxhën. Po. Ua, për të parë gjë. Po. Po. Dhe këto janë ky ka qenë momenti më kritik për mbas ktesës që mori që thash fat i madh për ne, ktesës madhe dhe ndryshimit të pozicioneve dhe të raporteve që Bashkimi Sovjetik mori me Jugosllavinë, që e dënoi si ashtu, sigurisht ky ishte në favor. Por Jugosllavia nuk rreshti së bërë përpjekjet, serbët nuk bën pushuan së rreshturi. Enveri e vrau Nakon pse? Atë se di unë. Se di. Jo, po, s'flas dot, kështu, do të thënë sikur jam unë brenda atje në moment. Po jo, po nuk mund ashtu. Të falenderoj Nuk për besoj. për këtë përgjigje. Po jo, pas, sepse e di, mund të them unë që po, edhe del tjetri thotë vërdoza tri, pse Ku i ke sepse ka një prova? akt ekspertimi që ajo vetvrasja ka disa karakteristika që si ndryshon dot bota, janë ligjësi shkencore. Që nga shtangimi i dorës, që nga pozicioni, që nga baruti ku mbetet, Jo, cilët dyshimi është aty instiktet- që janë gjetur diplomë. Ato të merret në s'mund të futem me të flas një Qartë, okej. Të lutem.